Data shënon 28 nëntor. Shqipëria dhe mbar shqiptarët festojnë sot 101 vjetorin e pavarësisë. Urimet për këtë festë ne I përcjellim nga Tropoja, eksaktësisht nga Valbona, I cili është një vend I ftohtë, por mbi të gjitha shumë I bukur. Një vit më parë, për 100 vjetorin e pavarësisë, erdhën në jetë trenjakët Klihidi, Klajdi dhe Kleo Selimaj, të cilët u pagëzuan ndryshe si trenjakët e pavarësisë. Ata jetojnë në Valbon dhe sot bëjnë 1 vjeç. Se në ç'kushte jetojnë dhe se si po rriten, ne sot kemi ardhur t'i vizitojmë pranë familjes. Idajeti ju jeni babai I trenjakëve të cilët kanë lindur për 100 vjetorin e pavarësisë. Çfarë ju bën, si ndjeni për këtë fakt? Jem shumë I lumtur se jam babai të gjembe që kanë lindur 100 vjetorin e pavarësisë. Ata sot bëjnë 1 vjet. Si ka qenë ky 1 vjeçari I parë I tyre? Deri tani me mundime, me shumë sakrifica tona të me njerëzve të afërt që më kanë ndihmuar, janë mirë. Si dhe tash janë mirë. Si ja boni, si I përballoni shpenzimet? Me çfarë u vini në ndihmë familjes? Po, me punë të ndryshme, mundohem me të ardhuna pak në ka ndihmuar dajs, çonë gjajës. Cila është arsye që nuk punoni? S'keni mundësi ku të punoni apo kush është arsyeja? Po s'kem pas ne hapësirë për punë, shumë edhe me pa pas, jam kanë edhe I angazhu minimum shumë grusën të fëmija ndërkohë. Për dimën I kem kushtet të vështira, edhe spitalin I kem lek, me na nxon rruga ka çka bojmë me ta, edhe për hatër, për I shpime pa pas dikon, për dimën, se për verë s'kena problem. Ne shohim që shtëpia juaj ka dhe shumë lagështirë. Vallaj lagështin po vallë. Besoj se kjo gjë ndikon edhe në shëndetin e fëmijëve. Vallaj. Cila është kërkesa juaj si gjyshe? Çfarë duhet bërë për ju? Vallaj, kërkesa jeme për fëmijë, për dimën me shkue dika me I çue. Vetëm si kem pas kushtet. Se janë vështirë, se unë e shën veti, ka marrë për reumatizmi, jam shëtu se këtë që të shpinë në ujë e kena. Ujtë e lumës, se janë lumash aty. E për që ata shti këta thëmija e marrin lagështin pillë. Ndërkohë për qumshtin, për ushqimet? Vallaj, për qumshtin të këte që tash kem pas me lupt tuna. Adi 6 muaj I ka majt vllavën të anë, me kushtet e veta, me edhe tëna I ka majt, 6 muaj atër ne I ka prunë këtu, kem qërma. Po di që ka me thonë tash të se për shën e vetë jo. Qësh është koha këtu, e të këti me një maj këtu është e vështirë. Spital s'kena, kena I në përmersh aty, me raburë këtu na u ka nëzën rruga, vesh me ardhë me aeroplan, me konë koha vrënë të thot aeroplani s'mon ve, na vesh me di. Ndodhemi në dhomën e gjumit, ku flen trenjakët. Si se shikoni, krevatët janë vendosur njëri pas tjetrit. Bashkë me mua është nëna e trenjakëve. Zonja Njëri, si është të keni trenjak? Emocioni I parë që ju keni ndjekur kur jeni bërë nën me 3 fëmijë një herës. Normal që është mjajsi e madhe, po edhe lodhje ka dhe mundim. Si e nisi ditën ju? Kur zgjohen fëmijët? Zgjohen një herësh, kanë orare, si jetë e tyre? Jo, kështu njëri mas tjetrit, në 6, në 7, pastaj I vesh, I ushqej, gjithë ditën shumë. Fles, gjohën, ushqim. Kush nga trenjakët është më çapken, lëviz më shumë? Klehidi lëviz shumë I shkaft.
Kurse Kleo flen më pak, zgjohet shumë shpejt. Kurse Klajdi qenë më shumë, domethënë, edhe natën edhe kështu. Në lidhje me ushqimin, ju ushqini ata me qumës, ata janë akoma 1 vjeç. Si ja bëni, si e siguroni ushqimet për fëmijët? Po, me kështu të lopës, me ata ushqim. Ju, si nën çfarë vret më shumë, cilat janë nevojat më të shumta që keni, si shtëpi edhe si familje? Po, nevojat për një hyrje, domethënë, se spitali është larg, ose të kemi shtëpia me lagështie, kështu ftohtë, vetëm një hyrje të kemi të afër spitalit, domethënë, kjo është qupethirje. Si e siguroni ngrohjen? Në të kalorifer. Kam pas në një shqetësim këtë kohë, me që se shftore dhe koha, si kanë që fëmijët me shëndet? Po kështu nga të ftohtit, nga pakollet kanë, domethënë i mundu sa të pak t'ja plotësojmë kushtet atje me ngrohje të kuzhina, po kollin e kështu të ftohtit. Të bëjthirjet në ndihmojnë për do një hyrje ose sa të keni mundësi se vetë i shohin kushtet e. Pranë meje ndodhet Dajva i Dajet Selimajt. Është zoti Gani Metaliaj, i cili i ka mbajtur trenjakët 6 muaj në shtëpinë e tij. Zoti Metaliaj, si është të mbash 3 foshnja të vogla në shtëpinë tuaj? Çfarë ndjesie u jepte prania e tyre? Po, gjendja tyne për kushtet që i ka sot në këtë shtëpi është shumë e vështirë, sepse vetë natyra këtu është shumë e eger për sitinën e dimnit. Dorën kushte që të rriten edhe kem besim që kanë linë ditën e pavarësisë, ditën e 100 vjetorit shtrimit të dheut, me këta kronik që përna bënë ju sot këtu, kem besim se kur të shifet edhe shteti do të vendor në apin në njëhëm për ta Trebinjak. Për 6 muaj që i kom bajtu në shtëpi në teme në Tirani, kom bajt me forcat e mija, po u ka ecë mirë shteti, i kem vakcinua, i kem kurua, ashtu si mas këshillave të mjekve, na kanë ardhur edhe mjekët në Tiranë atje, na kanë ardhur të shtëpia, i kanë kontrolluar vazhdimisht, po nihum për shtetit nuk kem pas, nihum për shtetit i kanë dhënë vetëm një levatrice, tjetër gjë nuk i kanë dhënë, i Dajeti me forcat e veta, me nihmat e shokëve, që ja kanë dhënë, i ka rrit në këta përvjetar edhe shtrimit të dheut, ngritjes flamurit, kem shpresa si edhe shteti, kur shohin këta kronik, këta gjendje, këtyne fëmijëve, kem shpresa si do na ndihmojnë për këta fëmijë me rrit. Ne sapo larguam nga trenjakët, duke uruar ditëlindjen të bëhen 100 vjeç dhe të kenë një jetë sa më të gjatë dhe të shëndetshme, ne ju përshëndesim nga Valbona.